Mirëmbrëmi, unë jam Pablo. Mua më quajnë në Tyron. Unë jam Unikua. Unë jam Tasha. Dhe mua më quajnë Austin. Dhe ne jemi Kalorësit janë kujdimtarë dhe të fortë. Përshëndetje dhe ditë të mbar. Unë jam mbretëresh Tasha, mbretëresha e çdo gjëje. Kjo do të thotë që unë qeveris gjithë mbretërinë e kopshtit. Queen Tasha and I rule the whole backyard. I rule everything, it's really not that hard. I'm in charge of it all, and I like it that way. 'Cause everyone has to do what I say. I'm Queen Tasha and I rule the whole backyard. I say do this, they say yes, your majesty. Do that, they say yes, your majesty. Give me this, they say yes, your majesty. Bring me that, they say yes, your majesty. That's why I sing this song, 'cause queens are never wrong. Yeah, that's why I sing this song, 'cause queens are never wrong. Da 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 da. Dhe me që jam një mbretëresh, unë jeton në një kështjell shumë të bukur. Këtu është froni ku unë qeveris mbretërinë time. Shikoni, ky është kolltuku im mbretëror. Dhe këtu jashtë është e gjithë mbretëria ime. Por ka akoma. Ai është pylli im I mjergullt dhe atje më larg është kështjella e shokut tim më të mirë, mbretit Austin. Unë sapo I shkrova një mesazh shumë të rëndësishëm. E shikoni, dhe tani do të sëras shërbëtoren që ta dërgoj. E ja këtu shërbëtorja Unikua Roz. Përshëndetje madhëria juaj, si mund t'ju shërbej? Unikua Roz, ti duhet ta çosh këtë mesazh në kështjellën e mbretit Austin. Në rregull, por ki kujdes. Udhëtimi është shumë I vështirë. Pa problem. Jo, dua të them, është vërtet shumë I vështirë. Por nëse ti e dorëzon mesazhin, do të shpërblehesh shumë. Më kuptove? Do të shpërblehem? O si? Ti do të emërohesh Kalorse. Kalorse, si në atë fotografi? Patjetër, kalorësit janë më guximtarët, më të zgjuarit dhe më të fortët në botë. Oh, po një helmet me ato puplat elegante do të ma jepni? Po, me pupla tepër elegante si të një kalorësi. Në rregull, unë dua të bëhem kalorëse. I'm Unikua and I wanna be a knight. I'll deliver that message if it takes all night. I'll go on a journey and won't ever stop, 'cause I'll be a knight with the feather on top. I'm Unikua and I'm gonna be a knight. I'll be brave, yes you better be. I'll be smart, yes you better
Ti do të bëhesh kalorse nëse vërteton që je guximtare e zgjuar dhe e fortë. E po, unë mendoj se jam guximtare edhe e zgjuar edhe e fortë. Po si ta vërtetoj? Ti do të përballesh me 3 probleme gjatë udhëtimit për të dorëzuar mesazhin tim. Çfarë lloj problemesh? Eja, se po ta tregoj. Pasi të kesh dalë nga kështjella ime, do të hysh në pyllin e mjergullt. Atje sundon një drer i frikshëm, britmat e të cilit mund të dëgjohen kilometra larg. Duhet të jesh shumë guximtare. Do të mundohem të jem guximtare, madheri. Nëse mundesh të dalësh nga pylli i mjergullt, do të arrish te rojtari i portës. Asnjë nuk e ka kaluar. Duhet të tregohesh vërtet e zgjuar. Në rregull, do të përpiqem të jem e zgjuar. Po tjetër. Pastaj, duhet të kalosh vendin e qelbur, një vend i mbushur plot me pisliqe që kundërmojnë erë të keqe. Kundërmon kaq shumë sa që askush nuk e ka kaluar dot. Duhet të jesh shumë e fortë. Jo kuptova, do të mundohem të jem e fortë. Pastaj, më në fund do të arrish në kështjellën e mbretit Austin. Dërzote ka i mesazhin tim të rëndësishëm dhe ai do të bëj një kalorse, shumë bukur. Ja ti ke dhe mesazhin e fshet. Ki kujdes. Çfarë thuhet në të, madhëria juaj? S'mund të ta tregoj, është sekret. Një sekret. Mbretëresh, asgjë nuk mund të më ndaloj ta dorëzoj këtë mesazh. Shpresoj. Atëherë nisu me një herë. Pa çfatu Niku Aroz. Faleminderit, madhëria juaj. A message, a very important message. The queen has sent me out to bring the secret message to the king. A message, I'll bring the king a message, and he'll be so impressed with me that soon a brave pink knight I'll be. A pink knight with a feather, a fancy helmet feather. That's what I'll wear when I'm a knight, all brave and smart and strong, alright. It's a misty spooky forest, the path is dark and long, but I don't care 'cause I don't scare, I'm brave and smart and strong. A message, a very important message, and to the misty forest now to bring the king a message. Wow, ky pylli i mjegullt pas ka goxha mjegull. Është pak i frikshëm, por do të mundohem të jem guximtare. Ja, po nisëm. Çfarë ishte kjo? Ndoshta është dreri i mjegullës. Dal aty, dreri i mjegullës. Çfarë? Dreri i mjergullës? Vrapo! Ej, prit! Dal, nuk doja të trembja. Vrapo, po vjen dreri i mjergullës. Por je ti dreri i mjegullës. Unë jam? Kështu më duket. A nuk paralajmërove mjegullën dhe po bëje një zhurmë të çuditshme? Unë s'po bëja ndonjë zhurmë. Po bëje. Ti po bëje. Këtë zhurmë bëj kur jam nervoz. Po pse je nervoz? Sepse nuk po dal dot nga ky pyll. Unë kam humbur dhe jam pak i friksuar. Mos ki frik. Të ndihmoj unë të dalësh që këtu. Shkojmë nga ajo anë. Urdhëro, kap dorën time. Po ti nuk e frik? Kam pak, po përpiqem të jem guximtare. Dhe unë dua të jem guximtar. Po ti je, kur ke frik, nuk do të thotë që nuk je guximtar. Vërtet? Vërtet. Ej, shiko, po thuaj se arritëm. Ta. E shikon? Ja ku dolëm. Nuk ishte dhaqe vështirë.
Jo, nuk ishte, sidomos kur je guximtar si ne. Hej, po tani ku po shkon? Kam një mesazh shumë të rëndësishëm nga mbretëresh Tasha për t'ia çuar mbretit Austin. Çfarë thuhet në mesazh? Nuk e di. Është sekret. Por nëse ja dorëzoj mbretit Austin, mbretëresha më tha se ai do të më emëroj kalorse. Një kalorse me helmet? Po, edhe me pupla gjigante elegante. Wow, dhe unë dua të bëjmë kalorës. Po, mbasi mbreti Austin do të ta emëroj edhe ty. Por ky është një udhëtim shumë i vështirë, sepse tani ne duhet të kalojmë rojtarin e portës. S'ka problem, unë jam guximtar dhe dua të bëjmë kalorës. A message, a very important message. We made it through the misty woods with a very important message. A message, will bring the king a message. I bet he'll make a night of you. And maybe he'll make you one too. Kush është ai? Ai duhet të jetë rojtari i portës. Mbretëresh Tasha tha se askush nuk e ka kaluar. Atëherë, si do ta kalojmë ne? Ne duhet të tregojmë shumë të zgjuar. Ndal, kush kalon aty? Përshëndetje o rojtari i portës. Unë jam Unikua Roz. Dhe unë jam Tyron, guximtari. Ne të dy kemi një mesazh shumë të rëndësishëm për t'i dorëzuar mbretit Austin. Vërtet? Çfarë thot? Nuk mund të ta them. Është sekret. E po, ju nuk mund të kaloni këtej. Po pse jo? Sepse porta nuk është e hapur. Do ta hapësh ti për ne? Jo, të lutem. Jo, Të lutem shumë? jo, E pse jo? Ne të tham të lutem. sepse nuk mundem. Unë thjesht nuk mundem. Më shikoni. E shikoni, nuk hapet, edhe pse është i fortë. Oh, e ja ta provojmë së bashku. E she, askush nuk mund ta hap. Prandaj edhe askush nuk kalon dot. Duhet patjetër të ketë një mënyrë për ta hapur. Ne thjesht duhet të tregojmë të zgjuar dhe ta zbulojmë. Ej, mbase ne nuk duhet ta shtym për ta hapur. Ndoshta ne mund ta hapim me një tjetër mënyrë. Ndoshta duhet ta tërheqim. Wow, s'më kishte shkuar mendja. Ti e vërtet e zgjuar. Gjithashtu dhe guximtare. E po, e zbuluam së bashku. Eja Tyron, ne duhet të çojmë mesazhin e rëndësishëm. Hej, a mund të vijë edhe unë me ju? Sigurisht, mbase mbretja Austin do të të bëj edhe ty një kalorës. Një kalorës, do të thuash me helmet me pupla elegante? Po! Bukur! A message, will bring the king a message. And he will think we're extra great. 'Cause we got past that big old gate. A message, a very important message. We're on our way to give the king his very important message. Ky duhet të jetë ai moçali i pislëkut. Më ndiqni mua dhe kujdes nga ato tullumbacet e pista. Kujdes! Hej, kujdes! Ja, aty! Po!
doesn't smell so good. I wish I didn't have a nose. I'd remove it if I could. You're not kidding, it smells real bad. It's a really awful smell. The swamp is super stinky. And I don't feel so well. But we gotta get this message through into the other side. There's only one thing we can do. Hold your nose and say P.U. P.U. Look out, P.U. Watch out, P.U. Better jump, P.U. Sure stinky. Never smelled a smell like this. It's like a hot dog riding in the bun. I like the smell egg salad makes when it's left out in the blazing sun. Don't let the bubbles get you, or you'll be stinky too. And nobody that you know will wanna be friends with you. P.U. Look out, P.U. Watch out, P.U. Better jump, P.U. Sure stinky. It smells like garbage. Like dirty diapers. Like moldy cheese. Like mushy pee. Like dirty socks. On monster feet. Or 67-day-old meat. P.U. Look out, P.U. Watch out, P.U. Better jump, P.U. Sure stinky. Oh, mos, nuk kemi nga të kalojmë. Është larg për të kërcyer, çfarë do të bëjmë? Oh, Gjeta, mbase mund të shtrim këtë gurin e madh dhe të kalojmë si për ti si një orë. Por duhet të jesh shumë e fortë për ta bërë këtë. Wow, ajo është vërtet e fortë. Eja, le ta ndihmoj. Ja dolëm! Shumë bukur! Oh, jo, po fundoset. Nxitoni, duhet ta kalojmë përpara se të fundoset komplet. O zot mos, po fundoset shumë shpejt. Nuk do të arrit të kalojmë ata. Pablo. Do fundosem në moçan. Pablo. Jo të them brap. Çfarë duhet të bëj? Pablo. Po? Eja këtej. Doja dalës mban. Mundem? Dakor. Gati? 1, 2, 3, Idu! ja dole! Shumë bukur. Kalamaja, eja ne ikim që këtu. Ja dolëm. Ti e vërtet e fortë Uniku Aros. E po, edhe ju për më ndihmuar. Jemi të tre të fort. Gjithashtu guximtar dhe të fortë. U shpresoj që ne të bëhemi kalorës me ato helmetat elegante. Hej, shikoni atje. Është kështjella. Kështjella e mbretit Austin. Misioni ton po i afrohet fundi. Ejani! Kush është? Jam Uniku Aros. Ju sjell një mesazh shumë të rëndësishëm nga mbretëresh Tasha Madhëri. Shumë mirë, urdhëroni brenda. Hej, prit një minutë, Iron. Ide e mirë, Pablo. Po, shumë i zgjuar. Përshëndetje Uniku Aros. Unë jam mbreti Austin. Unë jam Tyron. Mua më quajnë Pablo. Ata më ndihmuan gjatë udhëtimit tim madhëria juaj dhe tani ne të tre duam të bëhemi kalorës. Vërtet? Po, padyshim. I traveled really far with this message for you. Queen Tasha said I had to get this message to you. She told me there'd be problems to get in my way, but if I could get past them, then she said you would say, "Hey, unique one, you're brave and smart and strong." Ke të drejtë, më trego më shumë. First there was the forest dark and covered with mist. It looked a little scary, but I have to resist. The moose, he wasn't scary in spite of his moan. And when I got to know him, he was only Tyrone. Hey, unique one, that's really being brave. Po pastaj. Soon we came to Pablo, who was guarding the gate. He said it wouldn't open. Çfarë gjë e keqe? Then we started pushing it with all of our heart, but we couldn't even budge, so we had to be smart. I thought maybe you can't push it as
gave a poo and opened it up wide. Hey, unique one, you really being smart. Kështu vihet mendja në punë. And then there was a swamp with this horrible smell. The bubbles all around us. Unë s'u ndjeva shumë mirë. It's a good thing that I'm strong, or we might have been lost. We pushed over a boulder and we made it across. That unique one, she's really, really strong. I'm impressed, unique, well, you're brave and smart and strong. You know I got a bad itch, clenched tight in your fist. And I'm brave in the forest of mist. I'm smart, she's smart, got a head on her shoulders. I'm strong, she can push over boulders. Hey, unique, well, you're brave and smart and strong. Ti je vërtet guximtare, e zgjuar dhe e fortë. Kjo do të thotë që ne mund të bëhemi kalorës? Po, kalorës do të bëhemi. A je i sigurt? Patjetër që jam i sigurt. Një mbret nuk gabon kurr. Po, në rregull. Tani qëndroni para meje. Uniku Aros. Unë të emëroj ty, Uniku a kalor si Aros. Ta. Faleminderit mbretja Austin. S'ka përse. Dhe të emëroj ty, Tyron kalor si portokalli. Tantarara. Wow, faleminderit. S'ka përse. Dhe të emëroj ty, Pablo kalor si blu. Tantarara. Fantastike. Tantarara. Tani më jepni të lexoj këtë mesazh për të cilin ju bë gjithë këtë rrugë. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm. Çfarë është? Çfarë është kjo? Biskot? Lëng frutash? Ç'do të thotë kjo? Do të thotë se është koha të ham diçka. Samir, biskota! Koha për pushim. Ja të shkojmë. Austin, e more mesazhin tim. Faleminderit të gjithëve. Ju jeni kalorës të mrekullueshëm. Asgjë e madhe. Faleminderit. Kjo ishte një aventurë tipike kalorës sash. Po, ishte. We've got the whole wide world in our yard to explore. Now it's time for us to have a snack. Meet you next time when we're back with your friends, the backyard again. Mirupafshim! Mirës tjetër! Mirupafshim! Mua më quaj në Tyron. Unë jam Unikua. Unë jam Tasha. Dhe mua më quaj në Austin. Dhe ne jemi Your backyard friends, the backyard again. Together in the backyard again. In the place where we belong, or we'll probably sing a song, and we'll maybe dance along. We've got the whole wide world in our yard to explore. We always find things we've never seen before. That's why every day we're back for more with your friends, the backyard again. Yeti, njeriu i borës. Pam, pam, pam.
Bam, bam, bam. Përshëndetje, jam unë, Pablo. Unë po imitoja një yeti. Një yeti është një bishë e madhe e ngadalë dhe plot flok, dhe që vjen pa kerë. Dhe një yeti ecë me hapa të rënda. Bom, bom, bom. Është kaq bukur të jesh një yeti, sa më vjen të bërtas. Yeti, 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 yeti. Stomp, stomp, stomp. I'm stomping that yeti stomp. Stomp, stomp, stomp. I'm stomping that yeti stomp. Stomp, stomp, stomp on the yeti. Hear my yeti yell, yeti, yeti, yeti. Stomp, stomp, stomp on the yeti. Smell my yeti smell. Stomp, 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 I'm hairy. From the head to my yeti toes. I'll make a sound that's a little bit scary when I blow my yeti nose. I'm big, I'm furry, and in no hurry. I like raisins and spaghetti. Stomp, 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 get ready. Stomp, stomp, stomp on the yeti. Stomp, stomp, stomp. I'm stomping that yeti stomp. Stomp, stomp, stomp. I'm stomping that yeti stomp. Një yeti I pëlqen të jetoj ku bën ftohtë dhe bie borë, kështu që unë po nisem drejt një aventure të re për në veriun e ngrirë. Dhe deri atje do shkoj me hapa të rëndë. Stomp, stomp, stomp on the yeti. And I'm stomp, stomp, stomping forth. On a long cold hike to my favorite place, in that igloo in the frozen north. I'm gonna stomp up there with my messy hair, kinda dirty and a little bit sweaty. Stomp, 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 get ready. Stomp, stomp, stomp on the yeti. Stomp, stomp, stomp. I'm stomping that yeti stomp. Stomp, stomp, stomp. I'm stomping that yeti stomp. A e dini se çfarë bëjnë tjetër jetit? Ne ua bëjmë njerëzve barkun me dëbor. Kështu që nëse dikush më ndjek nga pas, unë do ja luaj barkun me dëbor. Jeti, 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 jeti. Shihemi. Bom, 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 bom. Ja, Tasha, ti të bëj një fotografi këtu jashtë. Dakor, ku dëshiron që unë të qëndroj? Si thua që të shkosh afër tryezës së piknikut? Dakor. Buzëqesh, Tasha. Ç'kemi unë kuat, ç'kemi Tasha. Oh, ç'kemi Tyron? Dile dhe ti në fotografi me Tashën. Dakor. Buzëqesh ju të dy. E bukur kjo. Jeti, 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 jeti. Ç'ishte ajo zhurmë? Unë do ta njeh atë zhurmë kudo. Kjo është britma e një jeti nga veriu I ngrirë. Një yeti? Oh, për hir të Samirës, nuk ekziston një gjë e tillë si një yeti. Po ku e di ti? Sepse unë jam një eksperte. Unë di gjithçka mbi veriun e ngrirë dhe unë jam më se I sigurt që një yeti nuk ekziston. Jeti, jeti, jeti. Po kjo çfarë ishte atëherë? Mund të jetë një yeti. Çfarëdo që të ketë qenë, nuk ishte një yeti. Ej, e ndjeni këtë erju? Mund të jetë një yeti. Jetit nuk ekzistojnë, përveç kësaj, një gjë që kundërmon nuk mund të jetë e vërtet. E po, ndoshta. Jeti, jeti, jeti. Mbase ne duhet ta ndjekim atë zhurmë. Le të gjejmë një jeti. Ose jo. Dhe ta nxjerrim në fotografi. Se jo. Dhe të vërtetojmë që jetit ekzistojnë. Do me thonë, të vërtetojmë që ata nuk ekzistojnë. Mbase ne duhet të nisemi në veriun e ngrirë. Ke të drejtë. Unë kam qenë atje disa herë dhe si eksperte që jam, di gjithçka për atë vend. Ka shumë dëbor. Po, dhe ka shumë akull. Po, ashtu Dhe ka është. maja malesh të mbuluara me akull. bom, bom, bom. Po eci si një yeti, bom, 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 bom. Nga duhet të shkojmë? Unë mendoj se duhet të ecim nga veriu. Një jeti pëlqen të jetoj ku ka shumë dëbor dhe bën shumë Dhe ftohtë. sa më në veri të ecësh, aq më shumë shtohet e ftohta dhe dëbora. Unë e di, unë jam një eksperte mbi veriun e ngrirë. Dakor, në veri, le të shohim. Unë jam ekspertja, veriu është këtej. Tani më ndiqni mua. Tasha, busulla thot se veriu është nga kjo anë. Sigurisht, ashtu se ç'tash unë. E janë në televizim. Po, tani të fillojmë televizionin.
lëvizim nëpër dëbor. What do we do on the frozen ground? Keep on snow going. What do we do when the wind blows around? Keep on snow going. When it snows in our nose, in our eyes, in our ears, we just laugh cause we have no fears. We trudge on forth through the frozen north. Keep on snow going. Keep on snow going. Keep on snow going. Way up north there's always winter, and it's never warm and breezy. Some say it's hard to go through the snow, But us, we think it's easy. we don't care, we like the cold. Keep on snow going. When the air gets chilly, we get bold. Keep on snow going. While everyone else is inside sitting, trying not to get frostbitten. We wear extra socks and mittens. Keep on snow going. Keep on snow going. Keep on snow going. Keep on snow going. Shiko, gjurmë. Unë mund t'i dalloja këtë gjurmë kudo. Këto janë gjurmët e një jeti. O për atë zot. Duket sikur dikush ka lënë gjurmët mbi dëbor. Këto janë gjurmët e një jeti, Tasha. Po jetit nuk ekzistojnë, unikua. Mbase ne duhet të ndjekim gjurmët që të shohim se t'kujt janë. Come on, let's snow go on our way. We say yay to the snowy day. 9 pair of socks and we're okay. Keep on snow going. Keep on snow going. Keep on snow going. Dikush po më ndjek dhe ju e dini ç'do të thot kjo. Do të më duhet t'ja fërkoj barku me dëbor. Bom, bom, bom. Gjithë këto hapa të rënda më hapën oreksin. Sa mirë që ka marr pak, rush të that. Juhu! Tani drejt kasolles sime të bukur prej akulli. Është kaq e bukur sa mua më vjen të bërtas. Jeti, 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 jeti! Buçulla tregon se po ecim drejt veriut, gjithashtu dhe gjurmët. Ato malet me dëbor përpara nesh. Këto janë fotografitë e para fare me gjurmë jeti. Ato malet me dëbor përpara nesh quhen malet me dëbor të dëborës. Unë i di emrat e të gjitha gjërave në veriun e ngrirë, sepse unë jam eksperte mbi veriun e ngrirë. Hej, çfarë janë këto? Çfarë? Unë do t'i njihja këto kudo. Janë pika prej jeti. Në të vërtet, ata janë rushisat. Këto janë çeçke me to pika jeti. Jetit bëjnë shumë pika sepse duart e tyre janë leshtore dhe të djersitura. Këto janë fotografitë e para fare me pika jeti. Futu edhe ti në foto, Dairon. Jeti, 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 jeti! Jeti! Hej, kalamaja, është thjesht era. Po vjen nga mbrapa asaj kodrës. Drejt veriut. Dhe kjo kodër me qëra fjala quhet kodra e veriut. Atëherë po e arrim. Ejani, ejani! Nëse e fure re, kjo është rruga e gabuar për në kodrën e veriut. Thua je dhe njerë po deshe. Është një rrugë e gjatë për të shkuar në veri. Nxitoni kalamaja. Ndoshta kur të arrim në maj do ta shohim. Unë nuk shoh ndonjë jeti. E humbëm dhe ishim kaq afër. Zoti jeti, ku je? Dua të të nxjerr në fotografi. Unikua! Zoti jeti! Unikua! Nuk duhet të bërtasësh kur në kodrën e veriut, Pse jo? sepse zëri mund të shkon dëborën dhe kjo mund të hap të lashe. Filloj të lashesh. Një të lash tepër të madh. Ejani! Ide shumë e mirë! Më prisni dhe mua. Po na afrohen.
thuan për pak. Për pak fare. Unë nuk po i shoh më gjurmët. Atëherë nga duhet të shkojmë. Vazhdojmë drejt veriu, ma tan liçenin. Mesi po pres tu afërkoj barku me dobor atyre kalamajve. Jeti! A e dëgjuat atë zë? Jani, ne duhet të kalojmë liçenin. Nuk e di, uji më duket shumë i ftohtë. Si eksperti që jam, di një rrugë tjetër për të kapërcyer ujin e ftohtë. Si? Ne do të vëllëzitim mbi këto varka. Kjo po që na hyn në punë. Dhe unë jam një lundërtare e zonja. Vërtet? Gjithashtu jam dhe unë. Unë jam shumë e shpejt. Gjithashtu edhe Më unë. falni. Ha? Unë po filloj të vozis. Shkemi kur të arrim në anën tjetër. Të ftoj në garë deri tek ana tjetër. Edhe unë gjithashtu do të fitoj. Gati? Përgatitu? Venisu! Row your boat, row your boat, row your boat, boat, boat. Row your boat, row your boat, row your boat, boat, boat. Row your boat. Look how fast I ride. Gonna be the first to paddle to the other side. Row your boat. I'll go even faster. I'm so quick and smooth and slick. Just call me kayak master. Row your boat, row your boat, row your boat. So bored to make a mistake, rowing on this freezing lake. 'Cause if I make a little mistake, I'll hit the ice, my boat will break. So I row real slow, trying to keep afloat. Ooh, and kind of wobbly 'cause my antlers rock the boat. Race your boat, race your boat, race your boat, boat, boat. Race your boat, race your boat, race your boat, boat, boat. Race. Fitova unë! Më vjen keq, por fituesja jam unë. Jo, unë jam fituesja. Por unë arrita e para. Në fakt e para më rita unë. Vajza. Veriu është këtej, Jani. Po, eja! O për atë zot, ti eja tani. Ush. Me sa duket po i afrohem kasolles së bukur prej akulli. Dhe këta kalamaja vazhdojnë të më ndjekin. Pra po vjen koha për t'u afërkuar barku me dobor. E bukur kjo. Jani, këtej. Hey, çfarë është kjo? Unë mund ta njihja këtë kudo. Është gjurmjeti. Kjo nuk është një gjurmjeti, është një ëngjëll dëbore. Është angjëlli të borës si një jeti. Ta kam thënë që jetit nuk ekzistojnë, Unikua. It's two, is not. It's two, is not. It's two, is not. It's two, is not. I say we're gonna find that kitten, and I say there's no such thing. I say we always got 'em already, and I say there's no such thing. It's two, is not. It's two, is not. A disagreement is what we got, so to find some common ground, we have to find what made that sound. Ky ishte jeti përsëri. I say that wasn't a Yeti sound, and I say yes it would. I say the Yeti doesn't even exist, and I say yes it does. Does not. Does too. Does not. Does too. There's only one thing we can do instead of going round and round. We got to find what made
Pak dëbor nuk ka për të na ndaluar. E janë tani. Po fryn edhe shumë erë. S'ka gjë. Pak dëbor dhe erë nuk ka për të na ndaluar. Çfarë quan ti kur bie shumë borë dhe fryn shumë erë? Si një eksperte që jam, unë e quaj këto një furtunë. Nuk ka gjë. Një furtunë e vogël nuk ka për të na ndaluar. Po dëbora po mbulon gjurmët. Kjo po që ka për të na ndaluar. Tasha, a shikon gjë ti? E po, nuk isha më gjurmët, vetëm të barë. Dhe unë nuk po e t'i gjoj më atë gjurmën, vetëm erën. Dhe unë nuk po ndjej më atë erën. Vetëm kam ftohtë. Pa, bën shumë ftohtë. Ashtu është vërtet. E janë të shkojmë diku të ngrohemi. Si për shembull ku? E po, ekspertja je ti? E dini, më duket që po shoh diçka atje. Është një kasolle akulli. Shikoni, ja tek po vin. Drejt kasolles sime të bukur prej akulli. E dini se çdo të thot kjo? Koha për të fërkuar barkun. Wow, sa kasolle e bukur prej akullit. Ky është vete nëse ka njëri brenda. Ç'kemi? Unë griva, e ja të futemi brenda. Kastolle e bukur prej akulli. Është e këndshme dhe ngrohtë. Pra s'mundjen se kush jeton këtu? Besoj se nuk do ta kem problem, po të ngrohemi pak. Po sikur kjo të jetë shtëpia e Jetit. Unikua, kjo gjë nuk është e mundur. Edhe po të ishte, shtëpia do të ishte shumë e pisë dhe rëmuj. Dhe jo një shtëpi kaq e këndshme dhe e pastër. Prit. Po e ndjej përsëri atë erën. Vjen si era Jeti. Po, edhe unë po e ndjej këtë erë. Tyron, çfarë po ha? Rush të that. Rush të that? Po, do pak? Jo faleminderit. Ha? Era? Rushi that? Ajo zhurma? Çfarë zhurma? Jeti! Kjo zhurma. Kalamaja, jemi në kasollën e akullt të një Jeti. Po ta përsëri Unikua. Jetit nuk ekzistojnë. I say Yetis are really real. And I say that's just silly. There's no Yeti, not at all. It's really real, yes, really. No way. Yes, way. No way. Yes, way. Going back and forth all day is no way to decide. We should probably look outside. Është koha për barku me dëbor. Unë dua kaq shumë të afërkoj barku me dëbor sa që më vjen të bërtas. Jeti! Ja ku është prap? Jeti është mua aty për jashta. Është thjesht për shëllim aerës dhe unë do ta vërtetoj. Ejani. Shikoni prap gjurmë. Ne qoftë se Jetit nuk ekzistojnë. Atëherë kush i bëri këtë gjurmë? Nuk e di. Dhe kush e bën atë zhurmën dhe lëshon atë erën? Nuk e di. Dhe kush e la rushin e thatë? Unë nuk e di. Por ta kam thënë që Jetit nuk ekzistojnë, Unikua. Jeti! Wow! Çfarë ishte kjo? Çfarë do që të jetë është në ato pirgull me borë. Unë e di se çfarë është. Unë e di shumë mirë se çfarë do të thuash, por Jetit asnjëherë nuk kanë. Ç'kemi kalamaja? Është një Jeti, vraponi! Pablo, çon ke ti? Jeti. Ç'kemi Tyron? Ç'kemi Unikua? Ku po shkon Tasha? Hey Tasha, theu këtu! Tasha, jam unë, Pablo. Qen ke ti? Ti qen ke? A nuk ju thash kalamaja që Jetit nuk ekzistojnë? Po, ekzistojnë. Unë jam një Jeti. Dëgjom. Bom, bom, bom. Po eci si një Jeti, bom. Bom, bom, bom. Po eci si një Jeti,
Wow, ti je një jeti shumë i zoti. Faleminderit Tasha. Dhe unë e di mirë se unë jam një eksperte mbi veriun e Hey ngrirë. Pablo, a mund ti të bëj një fotografi? Sigurisht. Kjo është fotografia e parë e një jeti. Futuni dhe ju kalamaja. 3, 2, 1. Jeti! Duhet të dini edhe diçka tjetër mbi jetit, kalamaja. Vërtet? Ç'është ajo? Jeti tu afërkoj njerëzve? Barku me të bor! Oh, Bafjani! Ju kapat! Do ja udhëj barku me të bor! Ç'ishte kjo? Me qira fjalët tek barku, mua më mori uria. Doni që të vini nga shtëpia ime për pak kakao të nxehtë? Në rregull. A ke rush të thatë? Kakao e nxehtë. Erdhi koha për të ngrënë. Kjo ishte një aventurë e bukur në bor, apo jo? Absolutisht. Ishte me të. We've got the whole wide world in our yard to explore. Now it's time for us to have a snack. Meet you next time when we're back with your friends, the backyard again. Si jemi rëstitër? Mirupafshim. Si jemi? Erdhi koha të ham. Tani të ham nga një kafshar. Në rregull.